Ekziston një ndjenjë shumë specifike që përshkon trupin kur diçka themelore është gati të thyet, jo për të shkatëruar, por për të liruar atë që është mbajtur mbrapa për shumë gjallë. Ndoshta gjatë orëve të fundit ke ndier frikë të papritur, një presion në kraharor pa shpjegim logjik, ose një zgjim të menjëhershëm në mes të natës pa ndonjë arsye të dukshme. Është e rëndësishme të kuptosh se ajo që perceptohet tani nuk është imagjinat dhe as produkt i një mendjeje që nuk mund të lërë të shkojë. Ajo që po ndodh tani është rezonancë. Një kufi është arritur tashmë. Energjia e di, universi e di, dhe kjo është arsyeja pse ky mesazh vjen sot, pikërisht në këtë moment të saktë, kur dyshimi filloi të peshojë më shumë se sa duhej. Në këtë video do të kuptohet me qartësi absolute se çfarë do të ndryshojë në mënyrë drastike, pse heshtja e vazhdueshme nuk ka qenë kurrë sinonim i braktisjes, dhe çfarë lloj vendimi energjetik po lëviz tani në nivele që syri nuk mund t'i perceptojë. Sepse edhe nëse nuk është thënë me zë të lartë, brenda teje ekziston një lodhje e thellë, një raskapitje që nuk vjen nga mungesa e gjumit, por nga pritja, nga dhënia e dashurisë pa përgjigje të qarta. Nga ndjenja se koha u ndal pikërisht atëherë kur një shenjë ishte më e nevojshme. E megjithatë, prania jote në këtë vend nuk është rastësi. Të vazhdosh të kërkosh përgjigje për të kuptuar pse kjo histori nuk mbaron, edhe pse dhemb i bindet një arsye më të lartë. Është e nevojshme të flitet me të vërtetën më të zhveshur dhe më të drejtë për drejtë. Ky person nuk e mban dot më. Struktura e indiferencës dhe distancës që është ndërtuar për të mbajtur kontrollin ka filluar të shembet nën peshën e vet. Ka lidhje që nuk priten thjesht sepse njëra palë vendos të ikë, sepse ato nuk lindën vetëm nga dëshira njerëzore, por nga një qëllim evolucioni që të i kalon vullnetin e egos. Kur jeta bashkon dy vetdije që janë të destinuara të evoluojnë së bashku, rruga mund të bëhet e ndërlikuar, e mbushur me pengesa dhe heshtje, por asnjëherë nuk bëhet e pakuptim. Edhe heshtja ka gjuhën e saj, një frekuencë që shkakton ndryshime të thella që nuk janë të dukshme tani, por që së shpejti do të kuptohen. Urgjenca e këtij mesazhi qëndron në faktin se situata ka arritur një pikë pa kthim. Edhe ky person ka arritur kufirin e tij. Raskapitja emocionale nuk është një anshme, është e ndërsjellë, edhe pse në sytë e botës shfaqet në mënyra krejtësisht të ndryshme. Ndërsa nga kjo anë pasiguria përpunohet me introspeksion ose kërkim shpirtëror, ana tjetër lufton në një heshtje shurdhuese. Ndërsa këtu lindin dyshime nëse ja ka vlejtur, atje fillojnë të shfaqen kujtime të pavullnetshme që nuk mund të shtypen më. Dhe megjithse dukja e jashtme sugjeron se dikush ka vazhduar përpara dhe i ka lënë të gjitha pas vetes, në nivel energjetik të dyja palët po përpunohen me të njëjtën intensitet dhe në të njëjtën kohë. Jeta nuk lejon që një lidhje e vërtet të shpërbëhet pa e çuar më parë në pikën e saktë ku zemra nuk mund të mbajë më mënyrat e vjetra të veprimit. Ndonjëherë arritja e kufirit nuk do të thotë fundi i historisë, por vendi i saktë ku diçka e re, më autentike dhe më pak e friksuar merr formë. Ndoshta pyetja e përsëritur ka qenë pse pa pritur gjithçka u bë kaq e vështirë. Pse ajo që rrithte natyrshëm tani dhem? Ose pse ky person u largua pikërisht atëherë kur dukej se gjithçka do të përshtatej në mënyrë perfekte? Përgjigjja që egoja e ka frikë, por që shpirti duhet ta dëgjojë, është se nuk ka pasur refuzim të vërtetë, por një fazë të pashmangshme përgatitjeje. Dashuria e destinuar nuk ndërtohet vetëm me emocionin e fillimit, por me pjekurinë që sjell përkushtimi dhe e vërteta. Ka pasur dinamika që nuk mund të vazhdonin siç ishin. Ka pasur sjellje që duheshin thyer, frikë të thella që duheshin nxjerrë në dritë, dhe varësi emocionale që nuk mund të hynin në fazën e re që kishte përgatitur fati. Universi nuk jep atë që njeriu nuk është gati ta mbajë. Dhe kur zemra ndjen se nuk mundet më, kur mendja lodhet duke kuptuar strategjitë dhe shpirti kërkon vetëm qetësi, aty energjia vepron me qartësinë më të madhe. Jo sepse është parë dorëzim, por sepse është arritur aq larg sa është e mundur njerëzisht. Kjo histori nuk është ndalur për mungesë dashurie, ajo po riformësohet.
Dhe kjo riformësim përfshin vendime që ky person po merr tani, jo nga impulsi, por nga ndërhyrja e fatit që nuk i lejon më të gënjej veten. Por që të kuptojmë pse ky kolaps po ndodh pikërisht sot, duhet të shohim çfarë ka ndodhur pas maskës së indiferencës, në atë hapësirë private ku askush tjetër nuk ka qasje. Nëse je gati ta integrosh këtë mësim në jetën tënde, shkruaj në komente, i besoj asaj që vjen. Është magjepsëse dhe njëkohësisht e dhimbshme të vëresh se si njeriu përpiqet ta mashtrojë veten kur përballet me një emocion që e tejkalon. Pikërisht tani, nëse do të mund ta shinim realitetin e këtij personi pa filtra, do të shinim një skenë krejtësisht të ndryshme nga ajo që zakonisht projekton imagjinata e bazuar në frikë. Ekziston supozimi i gabuar se heshtja është sinonim i harresës ose se distanca fizike është sinonim i paqes së brendshme. Asgjë nuk mund të jetë më larg së vërtetës. Personi që zë mendimet e tua nuk është në paqe. Edhe pse përpiqet të projektojë një imazh të largët, të ftohtë ose edhe plotësisht indiferent, brenda tij zhvillohet një konflikt që nuk mund të injorohet më. Për shumë kohë ky person është përpjekur të mbajë një normalitet të parapërgatitur. Ai ngrihet, kryen detyrimet, ndërvepron me mjedisin dhe buzëqesh kur është e përshtatshme. Por në këtë fasadë është shfaqur një çarje. Lodhja që fillimisht është ndier nga kjo anë, tani pasqyrohet edhe aty jo si faj, por si vetdije brutale. Ai fillon të kuptojë çfarë është humbur, çfarë është shmangur nga frika dhe çfarë nuk ka mundur të mbahet në momentin e duhur. Jeta lejon që boshllëku të flasë kur fjalët nuk mjaftojnë, dhe ky boshllëk është bërë jashtëzakonisht i pakëndshëm për ata që ikin. Janë bërë përpjekje që ky hapësirë të mbushej me shpërqendrime të çdo lloji. Ndoshta punë e tepërt, ndoshta miqësi të reja sipërfaqësore ose thjesht zhurma e vazhdueshme e teknologjisë për të mos dëgjuar mendimet e veta. Por asgjë nga këto nuk funksionon më. Boshllëku nuk mbushet më as me shpërqendrime, as me njerëz të tjerë, as me arsyetime logjike, sepse kur një lidhje vjen nga shpirti, asgjë sipërfaqësore nuk mund ta zëvendësojë atë. Mund të përpiqesh ta mashtrosh mendjen për një kohë, ta arsyetosh arratisjen, të thuash se ishte gjëja më e mirë ose se nuk ishte momenti i duhur, por zemrën nuk mund ta mashtrosh pafundësisht. Këtu hyn në lojë një fenomen psikologjik shkatërues për ata që përpiqen të harrojnë, dështimi i zëvendësuesve. Sa herë që ky person përpiqet të lidhet me dikë tjetër ose të gjejë ngushëllim në aktivitete që dikur i sillnin gëzim, ai përplaset me një mur të padukshëm. Çdo gjë duket pa shije. Bisedat me të tjerët duken bosh. E qeshura tingëllon e shtirur dhe intimiteti ndihet mekanik. Kjo ndodh sepse ajo përjetoi me ty një thellësi tjetër dhe sapo shpirti ta ketë provuar këtë lloj njohjeje, nuk kënaqet më më pak. Ndoshta në një moment je pyetur nëse intensiteti yt ishte i tepruar, nëse ndjeve shumë ose nëse deshe më shumë se sa duhej, por e vërteta absolute është se ti nuk deshe shumë, ti deshe nga vendi i duhur. Problemi nuk ishte intensiteti i asaj që ofrove, por mos përputhja kohore mes dy proceseve të ndryshme të brendshme. Njëri ishte gati të zhytej më thellë, ndërsa tjetri ende mësonte të përballej me atë që ndjente. Ky proces mësimi që kalon pala tjetër është zakonisht i dhimbshëm, sepse do të thotë të shikosh drejt për drejt në fytyrë plagët e tua, modelet e përsëritura dhe vendimet e marra nga frika. Askush nuk ndryshon për sa kohë që gjithçka është e rehatshme. Transformimi lind vetëm kur situata aktuale bëhet aq e dhimbshme sa të mos duash ta përsëritesh. Prandaj heshtja zgjati kaq shumë. Nuk ishte një ndëshkim i krijuar për të bërë të vuaje, por veproi si një pasqyrë e pamëshirshme, një hapësirë ku secili duhej të shihte veten pa ndikimin e tjetrit, ku mungesa fliste më me zë të lartë se çdo diskutim dhe ku pyetja nuk ishte më çfarë bëri tjetri, por çfarë bëra unë me atë që ndjeva. Tani kujtimet kthehen me forcë të re, pothuajse me dhunë. Momente të thjeshta që dikur dukeshin si detaje të vogla të parëndësishme, sot peshojnë në ndërgjigjen e kësaj personi më shumë se çdo premtim bosh, sepse kur shpirti e njeh gjysmën e vet, ai nuk harron.
Mendja mund të përpiqet të bllokojë, të arsyetojë dhe të aratiset në çdo drejtim, por nuk mund të fshijë gjurmën energjetike që është zhvendur. Kjo person arrin një pikë dorëzimi të brendshëm. Ajo ndoshta nuk e shpreh ende me fjalë, por e jeton në çdo moment vetmije. Ka net pagjumësie që janë bërë zakon, mendime të përsëritura që sillen vërdall në 3 ose 4 të mëngjesit, një ndjesje të qenit jo e plot edhe kur gjithçka në jetën e saj të jashtme duket normale. Kjo parehati nuk vjen për ta shkatëruar njeriun, por për ta zgjuar. Universi nuk shtyn me agresivitet, por gjithashtu nuk lejon që një e vërtet thelbësore të flejë përgjithmonë. Kur afrohet koha e duhur, rrethanat përshtaten në mënyrë që zemra të mos ketë më asnjë rrugë aratisjeje. Dhe pikërisht kjo po ndodh tani pas skenave. Ndoshta pritej një shenjë e jashtme, një mesazh ose një veprim i qartë, por para se kjo të ndodhë në botën fizike, ndryshimi ndodh gjithmonë fillimisht brenda, sepse asnjë veprim i vërtet nuk lind pa një transformim të brendshëm paraprak. Ajo që nuk ndryshon brenda, nuk mund të qëndrojë jashtë, po formohet një vendim në mendjen e kësaj personi. Një vendim që nuk është i nxituar as impulsiv. Është një vendosmëri që vjen pas një lodhjeje ekstreme, pas kuptimit se aratisja nuk funksionon më dhe se distanca nuk ka shërbyer për ta zhdukur ndjenjen, por për ta ndezur atë. Dhe ky vendim nuk bazohet vetëm në dëshirën për të parë dikë përsëri, por në njohjen e thellë të realitetit. Në pranimin se kjo lidhje nuk ishte rastësore, se kishte diçka të shenjtë edhe mes dhimbjes dhe konfuzionit. Megjithatë, kjo vuajtje nuk është një ndëshkim i rastësishëm ose një torturë falas nga fati. Ka një arsye të thellë psikologjike pas gjithë këtij sjelljeje të çrregullt, një mekanizëm i vjetër mbrojtës që ka vepruar nga hija dhe që është në prag të çaktivizimit. Për të kuptuar pse dikush do të ikte nga ajo që dëshiron më shumë, duhet të kuptosh frikën nga drita e vet dhe se si prania jote veproi si një katalizator që pa dashje aktivizoi të gjitha alarmet e egos së saj. Për të kuptuar vërtet pse kjo person u largua në momentin e lidhjes më të madhe, duhet të zhytesh në një nga misteret më të mëdha të psikologjisë njerëzore. Ekziston një paradoks i dhimbshëm që shpesh huton ata që japin zemrën me ndershmëri. Pse dikush do të ikte pikërisht nga ajo që thotë se dëshiron? Përgjigjja nuk qëndron në mungesën e dashurisë, por në frikën nga e vërteta e vet. Shpesh mendohet se refuzimi është një akt i drejtuar kundër personit tjetër, një shenjë e mungesës së interesit ose e mospërputhjes, por realiteti është shumë më kompleks dhe më i thellë. Nuk ikën nga ai që do, ikën nga ajo që ai person pasqyron. Ti nuk ishe thjesht një partner ose një interes romantik. Ti ishe dhe je ende një pasqyrë me rezolucion të lartë. Dhe kur një pasqyrë është shumë e qartë, ndonjëherë imazhi që pasqyron është i frikshëm për ata që nuk janë gati të shohin fytyrën e tyre pa maska. Psikiatri i njohur Carl Jung i kushtoi një pjesë të madhe të jetës së tij shpjegimit të këtij fenomeni përmes konceptit të hijes. Jung na mësoi se të gjithë njerëzit mbajnë me vete një çantë të padukshme ku fshehin të gjitha pjesët e vetes që nuk duan t'i pranojnë, frikërat, pasiguritë, traumat e pasgjidhura dhe plagët e fëmijërisë që ende qelbëzohen. Por hija nuk përmban vetëm errësirë. Aty gjendet edhe ajo që njihet si hija e artë, e cila përmban potencialin e paeksploruar, dritën e papërvetësuar dhe aftësinë për të dashur thellë, të cilën personi e ka shtypur nga frika e cenueshmërisë. Kur kjo person të takoj, prania jote veproi si një projektor i fuqishëm që ndriçoi njëkohësisht të dyja anët e hijes së saj. Nga njëra anë, aftësia jote për të dashur pa kushte dhe gatishmëria jote për t'u dorëzuar emocionalisht i nxorën në pamangësitë e veta. Kur ajo pa guximin tënd për të hapur zemrën, u detyrua të përballej me frikën dhe dobësitë e saj. Kur ndjeu pastërtinë e qëllimeve të tua, ndjeu peshën e gabimeve të veta të së kaluarës dhe fajin që nuk ishte e mjaftueshme. Kjo krijon një konflikt të brendshëm shkatërues. Egoja, ajo pjesë e mendjes që përpiqet të mbrojë veten dhe të mbajë kontrollin me çdo kusht, bie në panik. Egoja i përshpërit se ajo nuk e meriton këtë dashuri,
se do të zbulohet si mashtruese ose se nëse dorëzohet plotësisht, do të humbas lirinë dhe identitetin e saj. Në këtë gjendje frike iracionale, reagimi instinktiv nuk është afrimi, por krijimi i distancës, fikja e projektorit dhe kthimi në sigurinë e gjysmërësirës. Nga ana tjetër, ekziston frika nga hija e ardhë. Mund të tingëllojë çuditshëm, por ndonjëherë drita jon vetjake tremb më shumë se errësira. Prania jote i tregoi kësaj personi se kush mund të bëhej. I tregove një version më të lartë, më të dashur dhe më të plotë të vetes së saj. Por të bëhesh kjo version më i mirë kërkon punë, kërkon thyrjen e strukturave të vjetra, heqjen dorë nga zakonet toksike dhe pjekurinë. Dhe njerëzit nga natyra kanë rezistencë të madhe ndaj ndryshimeve, edhe kur ky ndryshim është pozitiv. Kjo person ndjente se duhej të transformohej për të qenë në nivelin tënd, dhe në atë moment detyra dukej titanike, pothuajse e pamundur. Arratisja ishte një përpjekje e dëshpëruar për t'u kthyer në zonën e rehatisë, ku nuk kërkohej prej saj asnjë evolucion, ku ajo mund të vazhdonte të ishte versioni i vogël dhe i kufizuar i vetes, pa pasur dikë që t'i kujtonte potencialin e saj të humbur. Është thelbësore të kuptohet se ky proces pothuajse gjithmonë ndodh në nivel të pandërgjegjshëm. Kjo person nuk u zgjua një ditë duke vendosur në mënyrë racionale se dashuria jote ishte shumë e vlefshme për t'u pranuar. Ajo që përjetoi ishte një frikë e shpërndar, një ndjenjë mbytjeje ose një nevojë e pashpjegueshme për hapësirë. Ajo projektoi hijen e saj mbi ty. Në vend që të pranonte, kam frikë se nuk jam e mjaftueshme, mendja e saj e përktheu këtë frikë në mendime si: ky person është shumë intensiv, nuk jam gati për këtë, ose duhet të gjej veten. Të fajsosh lidhjen ose të kërkosh gabime tek ti ishte mekanizmi më i thjeshtë mbrojtës për të mos parë brenda vetes. Është shumë më e lehtë të besosh se tjetri është problemi se sa të pranosh se problemi është paftësia jote për të mbajtur intimitet. Carl Jung tha se ajo që nuk bëhet e vetëdijshme, manifestohet në jetë si fat. Për sa kohë që kjo person e mban këtë hije në errësirë, ajo do të vazhdojë të përsërisë të njëjtat cikle arratisjeje dhe dhimbjeje. Megjithatë dhe këtu qëndron shpresa e këtij mesazhi: psika njerëzore ka një mandat natyral drejt tërësisë. Nuk mund të ikësh përgjithmonë nga hija jote, sepse hija është pjesë e pandashme e qenjes. Sa më shumë që dikush përpiqet të shtypë një emocion ose një të vërtetë, aq më shumë forcë ajo grumbullon në të pandërgjegjshmen. Është si të përpiqesh të mbash një top fryr poshtë ujit. Mund ta mbash pak kohë me përpjekje, por në fund presioni do ta bëjë të shpërthejë në sipërfaqe me forcë të pandalshme. Ajo që ka ndodhur gjatë kësaj kohe të heshtjes dhe ndarjes është pikërisht kjo grumbullim presioni. Duke u larguar nga ti, kjo person mendoi se do të gjente paqe, por gjeti boshllëk. Dhe në këtë boshllëk hija filloi të fliste. Pa dritën tënde të jashtme që ndriçonte plagët e saj, asaj ju desh të qëndronte vetëm me to në errësirë. Strategjia e shmangjes dështoi. Pasqyra që ti përfaqësoje nuk u zhduk me distancën fizike, sepse ajo pasqyrë tani është e brendësuar në kujtesën e saj. Sa herë që ajo përpiqet të lidhet me dikë tjetër dhe ndjen sipërfaqësinë e takimit, ajo kujton thellësinë që kishte me ty. Sa herë që përballet me një krizë dhe nuk ka mbështetjen tënde, ajo kujton sigurinë që i jepte prania jote. Krahasimi është i pashmangshëm dhe i dhimbshëm. Frika nga tërësia, kytmer nga humbja e kontrollit, nga rënia në dashuri, tani shndërrohet në një frikë edhe më të madhe. Frika për të humbur mundësinë për lumturi. Struktura e ngurtë e egos fillon të qahet. Kjo person fillon të kuptoj se kontrolli që ka mbrojtur kaq ashpër ishte në fakt një kafaz. Vetmia, e cila fillimisht dukej si një strehë e sigurt, është shndërruar në një burg të ftohtë, dhe liria që ajo mendonte se do të fitonte duke u larguar tani ndihet si një mërgim i pavullnetshëm. Psika kërkon ekuilibër dhe e shtyn këtë person drejt integrimit. Ajo nuk mund të vazhdojë më të shtiret se kjo pjesë e jetës së saj nuk ekziston, as të mohoj se ajo braktisi veten kur iku prej teje. Ky është procesi i individimit për të cilin fliste psikologjia e thellë, por i përjetuar përmes zjarrit të një lidhjeje shpirtërore.
Nuk është një rrugë intelektuale, por një përvojë trupore, viscerale. Kjo person po mëson me dhimbje se dashuria e vërtet nuk mund të vritet, vetëm mund të shtyhet pranimi i saj dhe shtyrja dhem fizikisht, dhem në shpirt. Rezistenca kërkon një sasi të jashtëzakonshme energjie. Të shtirësh sikur nuk ka rëndësi, të shtypësh dëshirën për të telefonuar, të heshtësh intuitën që bërtet emrin tënd. E gjithë kjo konsumon burime jetike dhe kjo person është e raskapitur. Egoja e saj po humbet betejën kundër shpirtit të saj. Hija, që më parë konsideroi një përbindës që duhej fshehur, tani kërkon vendin e vet në tryez. Mbrojtjet bien sepse nuk ka më forcë t'i mbaj ato. Dhe kur mbrojtjet e egos bien, e vërteta shfaqet e pafiltruar. Kjo person fillon të shohë se ti nuk ishe armiku, nuk ishe kërcënimi, nuk ishe burimi i frikës së saj. Ti ishe ftesa për të rritur dhe frika që ajo ndjente nuk ishte ndaj teje, por ndaj pafundësisë së asaj që mund të krijonit së bashku. Perspektiva ndryshon rrënjësisht. Ajo që më parë dukej si rrezik i papranueshëm, tani shfaqet si shpëtimi i vetëm i mundshëm nga një jetë gri dhe pa kuptim. Refuzimi fillestar ishte një akt mbijetese i një egoje të papjekur, por egoja nuk mund të mbijetojë përgjithmonë kundër urdhrave të zemrës. Lufta e brendshme midis frikës nga vuajtja dhe dëshirës për të dashuruar arrin zgjidhjen e saj përfundimtare. Kjo person gjendet në një udhëkryq vendimtar, të vazhdoj të mbrohet dhe të vyshket në vetmi, ose të rrezikoj të ndjej dhe të lulëzoj, edhe nëse kjo do të thotë të humbas kontrollin. Dhe peshorja po anohet ngadalë, por në mënyrë të pandalshme drejt dorëzimit. Jo dorëzimit ndaj teje, sikur të ishe kundërshtar, por dorëzimit ndaj dashurisë si forcë transformuese. Dhe pikërisht këtu, në mes të kësaj lufte të heshtur dhe të ashpër të brendshme midis egos që do siguri dhe shpirtit që kërkon zgjerim, ka ndodhur një ndryshim thelbësor në energjinë që ju lidh. Një kthes që shpjegon pse pa pritur çdo gjë ndihet ndryshe. Çdo gjë në këtë univers funksionon sipas ligjeve të pandryshueshme të ekuilibrit dhe kompensimit. Ajo që ndodh në mendjen e thellë dhe në hijen e kësaj person nuk mbetet e izoluar në kokën e saj. Ajo dërgon një frekuencë, një dridhje specifike, e cila udhëton dhe ndikon drejt për drejt në realitetin tuaj të përbashkët. Këtu shfaqet fenomeni më vendimtar dhe më i prekshëm i kësaj faze, ndryshimi radikal i polaritetit energjik. Për ta kuptuar këtë, duhet parë me ndershmëri historia e fundit. Për një kohë të gjatë dinamika e padukshme midis jush ka funksionuar sipas modelit klasik të ndjekjes dhe rezistencës. Ndoshta ti, pa qëllim të vetëdijshëm, i shtyr nga frika dhe ankthi i justifikuar i humbjes, ke dërguar një sasi të madhe energjie në atë drejtim. Ka pasur mesazhe, ka pasur kërkim përgjigjesh ose thjesht ka ekzistuar një mendim obsesiv dhe i vazhdueshëm i drejtuar ndaj qenies së saj. Në nivel të hollë kjo perceptohet si presion fizik, si një valë e pandalshme që shtyn ndaj një dere të mbyllur. Sipas një ligji themelor fizik, kur një forcë shtyn, reagimi natyral i trupit që merr atë goditje është të tendoset, të rezistojë dhe të tërhiqet mbrapa për të ruajtur ekuilibrin e vet. Ndërsa ti avançoje energjikisht përpara, pala tjetër tërhiqej instinktivisht. Ndërsa kërkoi qartësi, pala tjetër ngrite mure konfuzioni. Ishte një vallë raskapitse dhe e dhimbshme, në të cilën rolet dukeshin të ngurtësuara dhe të dënuara të përsëriteshin pafundësisht. Megjithatë, kohët e fundit diçka themelore ka ndryshuar. Ti je ndryshuar. Ndoshta ishte rezultat i lodhjes ekstreme, i një zgjimi të dinjitetit tënd ose i një kuptimi më të lartë shpirtëror. Por e vërteta është se ti ndalove së shtyri. Nise tërheqjen e energjisë tënde nga ekuacioni. Nuk ka më atë vigjilencën e dëshpëruar ndaj lëvizjeve të tyre. Nuk dërgohen më sinjale që kërkojnë validim të jashtëm. Dhe mendimet e tua, edhe pse kthehen ende tek kujtimi i lidhjes, nuk mbajnë më në vete atë lutjen e dikurshme të munduar. Ke filluar të përqendrohesh në boshtin tënd, të jetosh jetën tënde dhe të vësh në prioritet shërimin tënd.
Ky akt, i cili në pamje të parë mund të dukej si dorëzim i trishtuar ose si një mekanizëm mbrojtës, në të vërtetë ka shkaktuar një tërmet të vërtetë në sistemin energjetik të personit tjetër. Duke tërhequr presionin, ke krijuar atë që njihet si vakum magnetik. Natyrës dhe energjisë nuk u pëlqen vakumi, ato gjithmonë kërkojnë ta mbushin. Kur ndalove së zëni të gjithë hapësirën energjetike me praninë dhe këmbënguljen tënde, rreth kësaj personi u hap një humner heshtjeje. Fillimisht, kjo heshtje mund të jetë ndjerë për egon e tyre si lehtësim, një ndjenjë e rreme fitoreje ose lirie, por kjo fazë zgjat shumë pak. Shpejt mungesa e energjisë tënde fillon të ndihet jo si liri, por si ftohtësi. Ky person, pa e ditur, ishte mësuar të ushqejë me vëmendjen tënde të vazhdueshme. Energjia jote ishte karburanti që mbante të fryrë ndjesinë e tyre të rëndësisë dhe sigurisë. Duke ndërprer këtë furnizim, pala tjetër u ekspozua ndaj klimës emocionale. Tani ndodh një fenomen magjepsës. Me që nuk të ndjen më pas vetes, ky person përjeton një impuls të papërmbajtshëm për t'u kthyer mbrapa. Ligji i shiritit elastik energjetik është aktivizuar. Sa më shumë që tërhiqesh drejt qendrës tënde, aq më e fortë bëhet tërheqja që pala tjetër ndjen drejt teje. Tani, në këtë moment të përsosur të heshtjes, ata me të vërtetë fillojnë të ndjejnë mungesën. Më parë nuk mund të merrnin malli, sepse prania jote energjetike ishte gjithkund, nuk kishte hapësirë për nostalgji. Por tani që ekziston një distancë reale, kujtimi ka hapësirë të ulet dhe të lëshojë rënje. Dhe nuk është një kujtim intelektual, por një ndjenjë fizike humbjeje. Ky person fillon të ndjejë se diçka jetësore i mungon, një pjesë thelbësore e strukturës së tij të brendshme që është zhdukur. Ky ndryshim polariteti sjell një pasojë të papritur për ata që ikën, peshën e kujtimit. Më parë, kur ti mbaje lidhjen me përpjekjen tënde, mbaje edhe barën emocionale të marrëdhënies. Ti ishe ajo që përpunonte emocionet, që vuaje nga dyshimet dhe që mbaje gjallë flakën. Duke lëshuar, e hodhe poshtë atë barë, dhe ajo barë nuk zhduket, thjesht transferohet. Tani personi tjetër duhet të mbajë të gjithë peshën emocionale të lidhjes. Pa prit mas, kujtimet që më parë mund t'i injoronin bëhen ngulmuese dhe të rënda. Emocionet që kishin shtypur bien mbi ta të gjitha njëherësh, pa ty aty për të zbutur rënjen. Prandaj, indiferenca që ky person tregonte më parë fillon të shembet. Ata nuk mund të mbajnë më qëndrimin e dikujt që nuk i intereson asgjë, sepse tani ndjejnë gjithçka me një intensitet të shtuar. Ata e ndjejnë mungesën tënde si një prani fantazm që i ndjek kudo. Në punë, në rrugë, në vetminë e dhomës së tyre, energjia jote i rrethon paradoksalisht pikërisht tani që ti nuk këmbëngul më. Është ironia e universit. Duke lëshuar, ke lidhur. Duke ndalur ndjekjen, ke filluar tërheqjen. Energjia që dikur përdorje për të përpjekur të rrëzoje muret e tyre, tani e përdor për të ndërtuar stabilitetin tënd, dhe kjo të bën magnetikisht të pandalueshme. Ky person e kupton se qëndrimi yt nuk është më i garantuar nën kontrollin e tyre, se jeta jote vazhdon, se drita jote shkëlqen pa lejen e tyre, dhe kjo i frikson. Frika për të humbur përgjithmonë ka zëvendësuar frikën nga angazhimi. Ky ndryshim energjetik është real dhe i prekshëm. Ky person tani gjendet në një pikë ku tërheqja nuk sjell më lehtësim. Tensioni i brendshëm rritet me çdo ditë që nuk thuhet asgjë, me çdo moment që shtypet impulsi për të vepruar. Ajo që dikur dukej si vetëmbrojtje, tani ndihet si vettradhti. Zëri i brendshëm, i cili u injorua për një kohë të gjatë, nuk është më i qetë. Ai kërkon ndershmëri, koherencë dhe lëvizje. Hezitimi tani kushton më shumë energji se guximi për t'u shfaqur, dhe pikërisht për këtë arsye presioni i brendshëm bëhet i pandalueshëm. Jo nga dobësia, por sepse e vërteta nuk mund të mbetet më e mbyllur brenda pa shkaktuar dëm. Ajo që vjen tani nuk është një hap impulsiv, por një veprim i domosdoshëm. Një veprim që lind nga qartësia, jo nga frika. Kjo histori po shkon drejt një momenti ku heshtja nuk ka më kuptim dhe distanca ka humbur funksionin e saj. Nëse fjalët do të jenë perfekte, nuk ka më rëndësi.
E rëndësishme është vetëm që ato të thuhen, sepse ajo që është e vërtet kërkon shprehje, dhe ajo që është e lidhur herët avon gjen rrugën e kthimit. Këtu pritja mbaron, jo sepse dikush shtyu, por sepse e vërteta e brendshme kërkon vendin e saj.